Kemi vendosur 2 çadra këtu, sepse e drejta për të protestuar është një drejtë që nuk mund të kufizohet. Mënyrën si dhe sa proteston kushdo e di ai. Kushtetuta jona e ka garantuar këtë të drejtë. Pra le të themi, nuk mund të thonë ke të drejtën të protestosh duke vdekur nga i ftoti. Se s'ka ujë që kjo. Dhe ne sot kemi vendosur 2 çadra të cilat po ta shikoni me vëmendje, kanë dërguar një tokë me policë për t'i hequr. Tani, me ata policë të atje, t'jeni të bindur që unë nuk kam asnjë që përkundrazi jam një nga mbështetësit më të mëdhenj të tyre. Dhe dash Zotit provohet një ditë për ta provuar me vepra këtë gjë. Por, fjalimi im do të lidhet vetëm me drejtuesit e tyre. Nuk kam lidhje me punonjësit e policisë, se ata janë djemë të shkëlqyer që ushqejnë familjet e mundohen të bëjnë karrierë në uniformën e shtetit tonë. Tani më thoni ju mua, si ka mundësi për 3 minuta, kur vendos çadër për të mbrojtur nga i ftoti, këtu fanepsen 10 policë, ndërkohë, te një godin pas kësaj këtu, që është Akshi, se Akshi është direkt pas kryeministrisë, kanë vite që viden 100 milion euro dhe askush nuk ka trokitur në asnjë moment. Si ka mundësi? Më thoni ju mua, si ka mundësi për 2 çadra të vogla, për 2 çadra, që ne më shumë këto të dyja i kemi për ato motra tona që nuk mund të aturojnë të ftotin, se natyra ka bërë dhe veçorit e veta për secilin. Fanepse këtu 10 policë, janë pak ta, sa do vinë deri në fund këtu, këta janë pak, po janë pak se s'duan ndryrën nga që jeni ju këtu, kur t'ikni ju do ndryrën ata. Tani, si ka mundësi që për 2 çadra të vogla, angazhohet i gjithë shtetit vi këtu, ndërkohë që është ftohtë, dhe të gjithë e dinë që është ftohtë, dhe për këta që ndërtojnë pa leje mund mes të Tiranës, dhe e di mirë kryeministri këtë punë, se ka bërë dhe VKM të posaçme, nuk shkon asgjë. Si ka mundësi që për 2 çadra protestuesish